arsimdashës. Mirëdita dhe mirë se keni ardhur në përorimin e shkollës fillore në fshatin Drogomish të vogël. Në fillim propozoj 1 minutë nderim, homazh për viktimat që ranë në fushën e nderit, si dhe për nxënësit që ranë për lirinë e Kosovës. Lavdi. Shkolla e dashur, si në gjepin e fëmis, që urita me gaz dhe hare, ashtu në klasën e parë, me gëzim njësa në shkollë e re, si flutur në mëngjes, nisem plot vullnet, shkolla ka hapur krahët dhe me dashurina pret, çdo shkroq shtrenjët, me dashuri e mësoj, pesat në fletore, 1 nga 1, i meritoj, lavdatat e mësuesit, i dëgjoj me krenari, kush pesher më thot, shefie nxënësje e mirë jeti. O vlezër shqipëtar, gëzohuni që erdhë kjo ditë. Ka që mirë e ka që mbarë, që sjellë gjithë mirësit. Ta lusim këtë ditë, që e bekoj Zoti vërtet, dhe e dërgoj me shumë dritë, ti mbes emri për jetë. Sot e vom gore parë, e bekuar është kjo ditë. Zoti madh e pruft të mbarë, e na dhënë të urtësit. Lumja ti, moj korç, o lule, që i le pas shoqet e tua, si trimi në ball usule, ta paqim për jetë hua. Kushdo që është sot burr, dhe shqiptar i vërtet, emri si shuhet kur, dhe nderi i rom për jetë. Gjuha jon, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë. Se njerëzit të gjithë vdesin, po jeta s'mbetet e shkret. Gjuha më dheu mbesin, të patundura për jetë. Rofte qoftë Shqipëria dhe kombi e gjuha jon. Lulëzov dituria dhe ndihmës e paqim zonë. Nxënëset Shefie Mehmeti dhe Adelina Feza recituan 2 poezi. Njëra ju kushtua shkollës sonë, ndërsa tjetra 7 marsit, ditës së mësuesit dhe hapjes së shkollës së parë shqipe në Marsin, ditën e mësuesit bashkëtarëve kemi prezent edhe strukturat ndryshme të jetës politike o shoqërore. Me këtë rast i përshëndes të gjithë të që ka në këtë shkollë, si dhe 2 kryetarët e komunave. Gjithë drejtorët e shkollave fillore të komunës së Zajazit dhe Oslomes, të cilë veteranë neftoj Ju përshëndes nga kjo festore
Me rastin e lëshimit në përdorim të shkollës deri tash më të modernizuar të këtij fshati, të cilën e organizuan edhe ndihmuan vetë fshatarët edhe organet tjera, edhe për herë të parë tash kemi arritur që nxënësit tonë t'i përgëzojmë në këtë vend. Fshati jonë ka marrë pjesë edhe më përpara në ndërtesa lokale të ndërtuara rrethina xhamis edhe shtëpia private, në të cilat mësimi zhvillohet shumë vështirë, por megjithatë ata e kanë ndjekur këtë pa ndërprerje. Për këtij fshati janë larguar shumë nxënës, kanë shkuar edhe në tetëvjeçaren e Zajasit në krye të detyrës kur ajo u formua e tillë në Zajas, edhe në atë mënyrë ata janë aftësuar shumë për këtij fshati, si e pam edhe nga këto ligjërata të cilat na i theksuan se kanë dalë shumë arsimtar edhe profile të ndryshme në për organe të cilët punojnë. Por megjithatë, neve na mbetet edhe më tutje që duhet të ndërtohet një shkollë e tillë në të cilën duhet nxënësit të zhvillohen më lirisht edhe me mjete më moderne e bashkohore të munden të aftësohen për të vazhduar shkollimin e më tutjeshëm. Megjithatë, kjo ka qenë detyra kryesore edhe ka qenë ajo të cilën fshatarët kanë qenë të hetshëm për arsim, prindrit e të gjithë nuk kanë kursyer, nuk kanë bërë probleme të tilla për ndjekjen e shkollës, qoftë ajo të shkallës ulët të fillores ose të tetëvjeçares. Shumë nxënës kanë marrë pjesë për fshatit tonë në themelimin e tetëvjeçares së Zajasit në fillim kur ajo ndodheshte në krizën e madhe për ta hapur ose ta mbyllur. Atëherë 2-13 nxënës janë për këtij fshati të cilët kanë marrë pjesë atje, njëkohësisht edhe për dërgomishtit madh, tu përgjigj apelit të arsimtarëve të atjeshëm që ishin, edhe atëherë u mbush, do me thënë, kuptimi i plot i gjithë fshatarëve të Zajasit që ta t'i lishojnë nxënësit edhe u plotësuan detyra që ata sajnë që i përpiqeshin ndoshta ta mbyllin tetëvjeçaren, edhe ajo ndoshta kush e di se sa vjet mbrapa do të figuronte. Për këtë arsye, në këtë rast ju përshëndes që të gjithëve që keni marrë pjesë në këtë dhe u dëshiroj suksese arsimtarëve e gjithë të tjerëve që marrin pjesë në këtë, që të vazhdojnë shkollimin edhe arsimimin e popullit tonë, i cili me të vërtetë ka pas etje, të vazhdoj edhe ka aftësi të paraqesë krijues edhe njerëz të rritur të cilët do të vazhdojnë të udhëheqin këtë popull. Ju falenderit. Kjo objekt shkollor u ndërtua fal angazhimit të bashkëshatarëve, respektivisht kurbeçarëve tanë të punësuar në shtete të ndryshme të Perëndimit, por edhe me kontributin e çmuar të Ministrisë së Arsimit në Republikën e Maqedonisë. Ftoj kryetarin e bashkisë lokale, zotin Sulejman Derishbishi, të mbaj fjalën e rastit. Të nderuar mysafirë dhe bashkëshatarë, më lejoni të përshëndes prezencën tuaj në emër të Këshillit Bashkisë Lokale të fshatit Drogomisht të Vogël, në emër të nxënësve të shkollës 4 vjeçare të këtij fshati, në emër të Këshillit për solemnitet, në emrin tim personal dhe mirë se na erdhët. Është ditë kjo kërejt emocione dhe ndoshta nuk mund të gjejmë fjalë ta përshkruajmë, por e gjithë kjo duket skenike dhe në fytyrat e nxënësve të kësaj shkolle.
jemi mbledhur që së bashku të bëjmë hapjen solemne të kësaj vatre shkollore në vogël, por me të madh për arsimim, me numrin e madh të intelektualëve dhe dashamirëve të arsimit. Shkolla e parë në këtë fshat u hap në vitin shkollor 1947-48 me plot pengesa, ku në mungesë të mësojtores mësimi zhvillohej në lokalet e xhamisë së fshatit, në të cilën në kushte të vështira dhe të papërshkruara u edukuan dhe u shkolluan shumë gjenerata. Në vitin 1970, fshatarët me vetë iniciativë dhe vetë kontribut ndërtuan objektin 2 dhomësh me material të atëhershëm, druj, gur e bal, dhe viti shkollor 1971-72 filloi në këtë objekt. Në kujtim do të mbeten për herë gjeneratave që të dyja vatrat edukative arsimore, nga se shkëndijt që lindën në këto, sot bëjnë dritë më fort se kur. Mu në këto u edukuan dhe arsimuan filizat e para ku sot i kemi në shërbim të shoqërisë, kombit dhe atdheu. Këto vatra me respekt të veçantë sot i kujtojnë mjekët, inxhinierët, gazetarët dhe profesorët e sotët të shumët që u edukuan dhe arsimuan pranë tyre. Duke dashur dritën e vërtet të jetës dhe entuziazmi i madh për arsimim, të cilën ndjenjë çdo herë të bashkëfshatarët e tij, e mbjellte veterani i arsimit të Trevës Kërçovare me rrethin, zoti Bahtiar Rushaj, fshatarët e kësaj bashkësie lokale, e me theks të veçantë gurbeqarët, pa kursyer gjë në shpirt dhe diturisë. Kështu me iniciativë, me vetë kontribut dhe kontribut të Ministrisë për Arsim, u bë kur themeli i objektit shkollor në këtë fshat, mësuar kushtet për zhvillimin e procesit edukativo-arsimor. Dhe ja sot bëjmë promovimin dhe hapjen solemne të kësaj vatre shkollore që do të përmbush kërkesat dhe nevojat e fëmijëve tanë. Për këtë, së pari nxënësve të kësaj shkolle, në emër të të gjithë të pranishmëve, u auroj me fat shkollën e re, duke ju dëshiruar shëndet dhe suksese në mësime. Njëkohësisht përgëzoj mësuesit dhe nxënësit me rastin e festës së 7 marsit, dita e parë e shkollës shqipe. Në fund, faleminderoj të gjithë ata të cilët na dhanë përkrahjen materiale dhe morale për ndërtimin e këtij objekti. E juve mysafirë dhe bashkëfshatar të nderuar, ju faleminderohem për pjesëmarrjen në solemnitetin me dëshirë për solemnitete tjera të këtilla. Faleminderit. Tani ljus drejtorin e shkollës fillore qendrore Rexhushit Zaja Azizoni Emini ta marr fjalën dhe t'ju përshëndes. Në tim personal dhe në emër të punësuarve të kësaj organizate, t'ju përshëndes për pikës pari musafirit dhe të gjithë të pranishmit, njëkohësisht dromishtit të vogël t'i uroj godinën e re shkollore, duke ju dëshiru suksesën e të ashme edhe më të mëdha dhe u trashëgoshin me qindra vjetët. Njëkohësisht va uroj edhe festën 7 marsin të gjithë arsimtarëve anë e kanë botës. Faleminderit. Nxënësit e këtij fshati për nder të kësaj dite që përurojmë shkollën e re janë shumë të lumtur dhe për ju kanë përgatitur një program artistik. Në fillim poezi për shkollën do të recitojnë nxënësit Tefike Mahmuti, Shkurte Feza, Armen Dervishi dhe Afize Mehmeti. Shkolla ime, sa me qërë që shkoj, unë në shkollën time, mësuesin e nderoj, ku na e mësime, ku shkoj në shtëpi, bushe me gëzime, mendja mu më rri, mund ke shkolla ime, kohazu t'afrohet, shkolla po na thret, e një shok të dashur, mësuesi po na pret.
atyra buzëqeshi, fshati u gëzua, se një shkollë e re në fshatin tim u ndërtua. Me gëzim të madh dhe me plot krenari, fillova të shkruaj unë një vjesh për ty. Fëmijët me padurim në mëngjes vrapojnë, që të ti oj shkollë mësimit t'ja fillon. Filluam duke kënduar si zogjët në kaltëri, me shok e shkolluar zuri vend më si miri, me yre dritë në balë, plot shkronja në fletore, por hapa princira, me libra dër përdore, dhe molla e tha mollës, ja dhe një apetare, dhe gurra e tha gurrës, u qërë dhe një dritare. Në hyrje të fshatit, afër shtëpisime, shkolla me shumë mundime, si nuse e qëndisur, qëndron madhështore, bukuroshqa e fshatit do të jetë prore, do të ruaj shumë dhe do të astoljis, që të jetë e pastër qerdja e dituris, klasat të bukura, ku do shkëlqim e drit, e në qerë dhe bilbilat i gjerojnë e këndon shqip. Kam dëshirë të jem mësuese, nxënës si ti mësoj, me këngë ti gëzoj. Kam dëshirë të jem mjek, fëmijët ti shëroj, të luajnë ti liroj. Kam dëshirë të jem poet, me vargje të mia të kënaqet fëmija. Margaritar, janë dhurar për klasës së parë. Dikush dhijat të lexoj fare, asnjë fjalë në abetare. I pusha fletorët me margaritar, unë voglushi i klasës parë. O vlezër shqiptar, të marrim dituni, se s'është kohë e parë. Tani lypë se dritë, ta shkruajmë gjuhën tonë, kombin ta ndriqojmë. Dhe që ka qenë, ta mësojmë. Pa shihni që gjuhë e mirë, sa shije i ka dhe hije, sa ëmbël, sa e lirë, si gjuhë perëndije. O naim, naim, Kosova gjendet në robri, unë shkrua vargje të ngell pak liri. O naim, naim beu, Kosova kërkon qlirim, me poezin të nde vargutim, i këndojmë diris e popullit tim për trimri. Vdiq naimi, moje mjera Shqipëri, me ndjelar zemërtrimi, vjeshëtori si ai. Vdiq naimi për vajtonin, shqipëtar ka shqipëtar, naimin kur ta kujtoni, mos pushoni të veçar. Kosovë në zemrat dhe mendjet e gjithë shqiptarve. Ishe pranishme edhe atëherë kur okupatori i pamëshirshëm sërb të diçte, të shkelte dhe të bonte banorët e stërlash Dardan. Je edhe tani kur mbi qiellin tënd fryen errat e lirisë aq të pritura. Në vazhdim, poezi për Kosovën martire do të recitojnë nxënësit. Hajrie Jonuzi, Fisnik Ademi, Arlinda Ismaili, Mentor Mehmedi dhe Lindita Dervishi. Në ty u linda, në ty klasën e parë mbarova, dhe tash u rrita, ty Kosovës të harrova. Për ty vuaj, për ty mendoj, të gjithve u tregova, sa të jem gjallë s'të harroj. Malli për ty, shpesh herë më merë, Kosova ime, je si pranverë. Moj drejnjit qyptare, me zemër bujare, kanë dora barbare, mësu trem di fare. Këtë ditë e dimrit, ti e beruar, policia sorbe, ty të ka lënduar. Kosova e dashur, Kosovë kreshnike, emrin i bukur, zëri lartë e ngrite, për ty tërbota, u zgjua në këmbë, të jetosh e lirë, moj Kosovë moj rëndë. Qa është këjder këtë, gjëng të dhembje ky vajtim,
që këto rrugë mbushur me gjak, që këta zëra fëmijë që në kojnë, Kosovë për ty luftojnë. Jeta po ikët, djeli perendon, Kosova rëbëruar, liri po kërkon, Kosova është jona, jep i lule kuqeve, që i thret dheu dhe burret atë dheu. Në vazhdim pason pjesa teatrale në të cilën do të luajnë Shefkin Eziri, Hajrie Jonuzi dhe Farie Tervishi. Unë po shkoj të laj erët, nëse i duhet diçka me ditës, jepja. Mos u shqetësënët, unë nuk luaj nga dhoma. Ki kujdes, i laqe qepja në kohë. Mirë, mirë. Ma je parin visar? Ku shkojnë? A nuk më dëgjojnë mirë? Ja barin që... Po unë nuk të kërkova bar. Po si nuk më kërkove? Unë në kërkova barin për smundjen time. Aha, ti më pas ke kërkuar barin kundër smundjes si laqin. Po, e jo barin nga Gjivadhi. Ja, e atë barin e sola për të qeshur. Ma lehtësove smundjen me shakan tënde. Në shkollë vi me dashuri, se kam një shok të mirë. A erdhi nga Kosova, kur e pa shumë gëzova. Bisedojmë kohë të gjatë, sa për lojë e situatë. Kur fillon që të mërzitet, atëherë nxjerr që të shëtitet. Deri në mbrëmje nuk kthehem në shtëpi, nuk do ta lë që të ketë mërzi. Dëshiroj që të kthehet, si që është, me bes, me zemër, në vendin e dashur për plot gjallëri. Më 6 prill të këtij viti, në derën tonë dikush trokiti. Ishi njerëz të gjakut tim, te ata pa shumë njerim. Hapa derën me mallëngjim, hyri një djalë me emrin Kushtrim. Goja më mbyll si me dry, kur i apash lotët në sy. Hyri një gjyshe me shami, tha sërbi i zi. Filloi gjyshja nga dalë të flas, gjuha tha, më është të trash. Pas tyre hyri një grua e re, kish një vajzë të bukur për dore. E pyeta, si ke emrin, mua më quajnë tha fitore. Sa shumë mi do shpirti, për ta më digjej zemra. As lotët s'mund t'i mbaj, kur i përmes këta emra. Në syt e tyre pash Kosovën, ato sy që përjetuan t'merrin. Do kthehemi në vendin ton, aty ku luftoi Idris Seferi. Këto njerëz me fatëzi, morën rrugën për në Gjermani. Kushtrimi fjalën do ta mbaj, që të kthehet prap në Ferizaj. Na lan me lot në sy, kujtim më mbeti një fotografi. Më mbetën dhe shumë kujtime, që i shpalon tani kjo zemra ime. Ca lule atje do marr, do mbjell lule var mbi var. Vet lule shpejt do të rriten, s'kan nevoj as të ujiten. Do qenë me erë shumë, do të lullzoj qytet e Katun. Gjëmba do të ketë më në Kosovë, i hudhën në Beograd nish e Smedrov. Një vajzë e vogël jam nga Kërqova, më duket se dhe unë diçka ndihmova. Kosovën e prift e mbara, kët nga zemra o Adon Adriana. Në vazhdim
vazhdim kemi poezi për nënën dhe gurbetin. Do të recitojnë nxënësit. Besa Mahmudi, Ilirita Mehmedi, Fatlume Dervishi, Halim Mahmudi dhe Shemshedia Ademi. Janë roke, gjozën jare, qepus qeshin, na betare, dysit zin i bashkuan, në përzom, ato valzuan. U hosquni, an e kënd, nën mësova, e mintën, qeshin ana e hutuar, pusi gjalin e gëzuar. Qesh e vogël dhe u rrita, në prek të mamit u mërzita, s'di me shkru, as me lecu, por në shkoll, tu me shku. Kur isha i vogël, se kuptova do, të përcil të nëna e qarte me lot, më puti në faqe, jam të mirë më thej, mu erë syt e fytyra mu zbe, o gurbet korbizi, se ma babi në shtëpi, se binde sa dua, shosa do mua. Pani pse këti nga una, kur unë ty të doa shumë, atje lartë më gjinje tonë, shkon e vjen për gjithmonë, ta një afrohet vitiri, kthehu babi në shtëpi, atë jeta është e bukur, janë fëmija më e lumtur. Ajo t'janë që t'ju duron, babin ti mërgi ma qonë. Aja tje kam betur vetë, pa familje si shkret. I shkret dhe i përmaluar, i ka gjën ditë duke menduar. Babi, këte unë nga Shvicra, e në shtëpi se gjithë familja rinë me lot në sy. Poezi për lirin dhe më mëdheun do të recitojnë nxënësit. Shefkin Eziri, Ylber Abdiu, Burim Mehmedi dhe Leonid Dervishi. Gjyre kuqe si e zjarit, është flamuri i shqiptarit. Gjyre kuqe, gjyre zes, në mes Shqiponjës me dy krejt. Vajdo në gjdo vend, vajdo në gjdo hap, vajdo flamuri i kuq si gjak. Edhe pse jam i vogët, ende jam fëmi, në zemër e kam fjallën diri. Diria është e shtrejt, e ngrohë si dielli, liria është e ëmbël, e kaltër si qielli, lirin e të shiron, e gjithë bota mbar, për të ka dhënë jetën shubdrima shqiptar. Zana e zë zogun e mbyllë në kafaz, zogu s'do në këndoj, është mbush plot maraz, zana je buk, zogu buk s'do, zana je uj, zogu se shiko, zana gjëshoj e zogun që të fluturoj, a e do të qjelin në kafaz do të roj. Më më dhe që e toka, ku më karë në koka, ku kam dashur mëm dhe atë, ku më njehë dhe guri thatë, ku kam pasur shtëpin, ku kam njohur Perëndin, se zhyshet ku kanë qënë dhe varret ku i kanë lënë, ku jam rritur me thërrime, ku kam folur gjuhën time, ku kam fis e ku kam farë, ku kam qeshur, ku kam qarë, ku roj me gase me shpres, ku kam dëshirë të vdes. Pa qka je mërdjan i mbar, besa bes unë jam shqiptar, dhe Shqipëria më tha dy fjallë, ma ke nën e të kam gjallë, po të më lidhin me zënxirë, unë e pëkull dhe jam i lirë, por vetë vetën se koris, si shqiptar e kam përfis, të bëhem rap unë nuk duroj, e marë pushkën dhe luftoj, besa besën nuk e shes, për atë dhe unë do të vdes. Tani pason dialogu Bleta dhe Arsa, të cilën do ta luajnë Adriana Neziri dhe Fatlume Dervishi. Unë jam një blet me krahë të let, fluturoj si era në përlule shqera, gjërë në malë të lartë për të mbledhur mjallë. Që do mjaltin as më thua? Si që dua? Mjaltin e uruar do të ha gëzuar, dimrit kur të bjerë, bore shi me erë, përveç asaj e dua, për tim zot të mirë, që më mban në zgjua, kohën e vështirë. Ha, 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 mo jem jerë.
Shpunon për të tjerë, pse s'bën si bëj unë, natë e di bëj gjumë. Jam e qetë e lirë, roj si jo më mirë, kurse ti moj bletë, s'ri një dit e qetë, për ere kapitur nga puna e mërzitur. Jo më që po më thua, puna s'më loth mua, puna është për bletë, ndere gas e jetë, si dhe për njërin që s'jell lumëturin. Po ti që s'punon, thuam si e ton, unë kur të dua, vite këti në zgjua, ha nga mjalti juaj dhe nuk rrit të vuaj. Vjen atje ti vjet, pa e sheq të gjerë, mjalti nuk e mbroj dhe cëk të pickoj. Poezi do të recitojnë edhe nxënësit. Ismail Elmazi, Abidin Bajrami, Fisnike Fejza, Liridon Bajrami dhe Liridon Mahmudi. Oj, dashër libër, gjithë një të lexoj, jesha tregime prej te e mësoj. Librin ta lexoni, se ajna këshillonë, prej rrugës së keqe, librin na largon. Oj, haqët e në majtë, për shinu se ndalë ka dalë, nuk më thua për baban, më se pendë një anë. Unë e pash dhe i thash, gjallë grua i kemi, po të luftosh të jesh i linë. Lam të mirë vendet e mija, që po shduke i ndalë nga dalë, gjëmon deti u shton duia, lëkundet barë ka valë mbi valë, ka një djelë që është të i flakruar, andaj fik unë tash do të vete, lam të mirë atë e bekuar, lam të mirë për sa që tjeta. Nesër nade kur mbine, rëzja djelit kamera, kush e di sa u je dhe, mu prej teje ka me mda. Iku vera, erdi vjeshta, iku dalën dyshja dhe leleku, erdi vjeshta, fryje era, gjethet bin, për mbi ferë. Malët me gur, fushët me bashu, arat me grur, ma të që një lumë, shati për kashi, me kishe me vare, rotu sa shtopi, të vogël një fare. Uj fototo, era fure madhe, bilbilja që a foshët, drasi sërkanje. Në vazhdim poezi kam përgatitur edhe nxënësit, Sjarta Mehmedi, Lavdrim Ramadani, Mirjeta Neziri, Mirlinda Mahmudi dhe Riza Ismaili. Nënës kam një tuf me luqe, nënës do t'ja qoj, nëna që më rriti, nëna që më mësoj. Oh me nëna ime, sa far që të dua, gjoja ma e shtrejt, je gjithmonë për mua. Plot sutrat e bardha në tjetë fluturoj, njëra tjetra gjeki, pa pushim valzoj. Lulljat e në bordë dhe pas tyre nëziton, do t'i ka pedor, por vete në mashtron. Sa pyje male, fusha gjule, kraja argjenta, ka vendim, bura vigan, qjem si vetrita, grava shat bukra, ka vendim, si zapit pili, por si valeti, vjen gjua shqipe e venditim. Ndalu në ndalu ti, njaf me mendet më përcole, njaf për mu do të lëshove, në atë fush kretin, e këtu në shiko me mendë gjo, zot shkëngën e ndalin shqim, mes pranverës plot gëzim, edhe kur unjat undalun, shkombite erët piskëllun, drujt e pyllit gjithë lëshun, prej zërit tëm të pikëllun. Nuk ka pas tërti, mos gërko shënde, këtë fjallë mësuesi, por qdo dit i flet, leci i vogël, dë gjën mësuesin, me kujdes, dhe veshët i pastron, mu qdo më gjes. Në vazhdim do të ndjekim recitalin Toka ime interpretuar nga nxënësit. Adelina Feza, Nahile Jonuzi, Merita Feza dhe kori në dirigjimin e Daut Jonuzi.
plot nënash, sa hijet ka shtëpia e re, ngritur me djerë gjallërie, me mure gjirie. Krujo qyteti bekuar, prite Skënderbet, se po vjen si plumbi shkruar, ta shpëtoj më ven. Krujo qyteti bekuar, prite Skënderbet, se po vjen si plumbi shkruar, ta shpëtoj më ven. Eca në për histori e pash, eshtra pash më pash, shtizat të fyera, heshta, shpata, kurora perandor është përmbys. Kulla të moqme me trima në pararoj, rozaf, kruj, butrind, uskan, ulpian, irash pash më pash arbëris, e putha pëllëm për pëllëm, e ajo më bekoj me dashuri. Shqipërinë dua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam kosovar. Shqipërinë dua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam kosovar. Eca në për Kosovë, Shqipëri, Qamëri, Kërqov, Tetov, Ulqin, Art, Preshev, Prishtin. Në Korç morra një gurthemel për shkollën, në manastir morra shkronjat, a betaren ma dha fishta. Naimi ma dha qiriun që digjej po nuk fikej, gjithkund amanete, amanete, a betarja si adheu, qiriu si drita. Unë për ju do të rritë tretem, asa qiri të mos mbetem, të vënitem digjem dot, këtë dëshire kam sa mot. Meri më thanë të gjithë, e unë diku mora shkronja, dikun të gur, dikun qiri, e dikun trimëri. Me abetaren do të mësoj për adheun do të arruaj me trimëri, me qiriun do t'i pri ardëmëris, me këngë t'i këndoj gjiris. Për më dhenë, vraponi burra, Se s'ka më frik, të vdesim sotë, me besa besë, pra në flamurit, të kuqezi, pra në flamurit, pra në flamurit, me shpatë të zhveshur, shqipëtarisht. Më shumë, dikush më pak. Në realitet të gjithë kam punuar. Përurojmë një shkollë të re, një folet të diturisë. Komisioni për shpërblime, shpërblen në radhë të parë, mësuesit e këtij fshati. Ftoj kryetarin e bashkësisë lokale në radhë të parë, zotin Sulejman Dervishi, i cili do t'i dorëzoj shpërblimet. Mirë po, i pari që shpërblehet ndër ato është vetaj, Sulejman Dervishi. Ta përshëndesim. Hamza Halili është mësuesi i parë i këtij fshati. E ftoj që të marrë mirënjohjen. Mirënjohje dhe një orë dore.
Ftoj tani veteranin e arsimit, zotin Bahtjar Rushaj. Ftoj mësuesin i cili ka qenë afro 13 vjet në këtë fshat, nga fshati i Serbisë, Ajradin Aslani, ku kam nderin që edhe unë bashkë me Sylen jemi nxënësit dhe kuadrët e tij. Ajradin Aslani për kontributin e veçantë që ka dhënë si arsimtar në Drogomisht të vogël në edukimin e brezave të rinj. Ftoj mësuesin Gjevdet Bajramin, i cili gjithashtu ka dhënë kontribut të veçantë për edukimin e brezave të rinj në këtë shkollë. Nëse është në mesin tonë. Ftoj tani mësuesin aktual në këtë shkollë, zotin Tahir Rushaj. Dhe mësuesin e cila ka punuar mbi 1 decenje zonjën Shukria Alimi. Komisioni gjithashtu shpërblen edhe kontributin e çmueshëm material për ato që kanë dhënë në ndërtimin e këtij objekti. Ftoj zotin Abdullah Jonuzi që të marrë mirënjohjen. Gjithashtu bashkëtarri Arif Mahmudi lutet të merr mirënjohjen për kontributin e çmueshëm. Ftoj gjithashtu zotin Destan Feza të marrë mirënjohjen për kontributin e çmueshëm material që ka dhënë në ndërtimin e kësaj godine shkollore. Ftoj zonjën Shukria Arifi, është nga fshati Zajas, është një zonjë e cila ka ndihmuar vullnetarisht të shkollë. Nëse është në mesin tonë, mund të vitë marrë mirënjohje. Gjithashtu ftoj zotri Jakub Pukalli, nga fshati i Serbisë, i cili gjithashtu ka ndihmuar në ndërtimin e këtij objekti shkollor. Kontribut të pakursyer në ndërtimin e kësaj godine shkollore ka dhënë edhe Ministria për Arsim në Republikën e Maqedonisë. Ne kemi përgatitur një mirënjohje për zëvendës ministrin zotin Feyzullah Shabani, i cili na u paraqit për arsye objektive nuk do të jetë prezent. Mirë, na i falenderoj. Për kontribut organizativ ftoj gjithashtu zotërisë Sefedin Elezin, i cili na ka dhënë përkrahje të vazhdueshme morale dhe ndihmë të pakursyer në ndërtimin e këtij objekti. Nëse është në mesin tonë, mund të vijë ta marrë. Për përkrahje të vazhdueshme morale, si dhe kontribut të pakursyer, ftoj drejtorin e shkollës fillore qendrore Rexhe Rushit Zajazi, zotin Zeqir Emini, të marrë mirënjohjen. Gjithashtu kontribut në ndërtimin e kësaj shkolle ka dhënë edhe komuna e Zajazit. Mirënjohje jepet edhe kryetarit të komunës së Zajazit, zotit Rufat Hyseni, për kontributin e pakursyer organizativ dhe përkrahje të vazhdueshme morale. Ftoj gjithashtu zotëri Kasum Sadikun, i cili ka dhënë përkrahje të vazhdueshme morale në ndërtimin e objektit të ri shkollor.
Ndërtimi i kësaj shkolle ka filluar siç jeni të njoftuar para 5 viteve. Kontribut të veçantë për këtë ka edhe ish drejtori i shkollës fillore qendrore Regj Rushit Zajazi, zoti Nureddin Osmani. E ftoj ta marrë me ju, i cili gjithashtu ka ndihmuar mjaft në këtë shkollë, gjithësisht inventari shkollor, bankat të cilat i kemi na sot të mësojnë nxënësit tonë, vinë nëpërmjet atij dhe disa organizatorëve të tjerë. Ne jemi të njohur. Dhe në fund edhe një mirënjohje për këshillin e xhamisë. Ftoj imamin e fshatit të marrë mirënjohje. Meqense është 7 marsi, dita e mësuesit, shkolla së bashku me bashkinë lokale ka përgatitur disa mirënjohje dhe disa dhurata modeste edhe për nxënësit e kësaj shkolle. Shefie Mehmeti, Qëndresa Mahmudi, Leonid Dervishi, Leonora Ismaili, Fatlume Dervishi, Hajrie Jonuzi, Farie Dervishi, Ylber Abdiu, Halim Abdiu, Burim Mehmeti, Arlinda Ismaili, Mentor Emroja, Adriana Neziri, Abdullah Jonuzi, Afize Mehmeti, Fatlume Dervishi, Lutfie Zyberi, Fluturie Rexhepi, Hazize Jonuzi, Nahide Jonuzi, Adelina Feza dhe Merita Feza. Për hir të kohës, të gjithë këtyre nxënësve urojmë suksese në mësime, ndërsa dhuratat janë këtu, do t'i dorëzoj arsimtari zoti Tahir Roshe pak më vonë. Ndërsa tani është ai momenti më solemn. Arsimit zoti Bakhtiar Rushaj. Para se të bëhet përorimi, do të lusim imamin e fshatit me një dua të këndoj për këtë përorim sëri. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin ve la udvane illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Falenderojmë Zotin Gjellëshanuhu që na e buni të mundshme të ndërtojmë këtë objekt shkollar, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi Muhammedin a.s. të cilit fjala e parë e Kur'anit që i ka ardhur i kre. Që do me thonë, mëso, lexo. Lusim Allahun Gjellëshanuhu të gjithë ne që jemi mbledh përpara kësaj shkolle, që Zoti ta bekojë këtë objekt arsimor dhe ta gëzojnë fëmija e jonë gjenerat pas gjenerate. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ftoj tani zotin Bakhtiar Rushaj të përoroj objektin e ri shkollor, ndërsa ju që jeni prezent këtu të gjithë, kemi përgatitur një koktejl modest brenda në lokalet e shkollës, mund të hyni të gjithë së bashku. E me shëndet dhe me sukseset të mëdha të arrihen në rëtesën e re lokal të shkollës së re. Ju falenderoj për gjithëve në pjesëmarrje. Ju ftoj në koktejl modest. Të gjithë mysafirët që janë.
Djerta, e mora të radionin be aqë? Shkopit e ke veni? Yes,